Në ambientet e rektoratit të Universitetit Luiç Gurakuqi është zhvilluar ekspozita titulluar Art Exhibition nga Shkolla Mesme Vllazërim Bashkim në Ulqin. Nxënësit e shkollës prezantuan 35 punime artistike, duke sjellë përmes pikturave të tyre emocione, ngjyra dhe mesazhe të forta. Rektori i Universitetit Luiç Gurakuqi Tonin Xhurej u shpreh se kjo ekspozitë është një hap pozitiv drejt forcimit të lidhjeve me trevat shqiptare jashtë kufive. Ky moment le të jetë një moment ku ne të ndajmë njëri tjetrin edhe aspekte që lidhen me kurrikulën që ne ofrojmë si universitet. Dhe natyrisht do ishte ndoshta një rast i volitshëm, meqense se këtu kam edhe kolegë dhe pedagog, pra dhe drejtuese të Departamentit Arteve, të zbërthej me tej se çfarë ne ofrojmë dhe ajo që mua pastaj dhe besoj edhe ekipin ton, por edhe ju do të na gëzonte pa mas, do ishte që ne të shtonim prezencën e nxënësve, pra nesër student nga Ulqini, nga Tuzi, nga Kosova po e po, në universitetin tonë, veçanërisht në Departamentin e Arteve. Vërtet është kënaqësi e posaçme që ne të mund të kemi mundësinë e i bashkëpunimi konkret. Shefi i Departamentit të Arteve në Shkodër, Rubin Mandia, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit kulturor mes tyre. Mes qyteteve tona ekziston një traditë shumë e hershme e bashkëpunimit në shumë rrafshe kulturore, ekonomike e madjan. Shpresoj që sot ne hapim një kapitull të ri në thellimin e këtyre marrëdhënieve, duke mirëprit një ekspozitë dhe njëkohësisht edhe një koncert nga Shkolla Mesme e Ulqinit. Besoj që ky të jetë vetëm hapi i parë i një bashkëpunimi afatgjat mes institucioneve tona, pra mes Universitetit Luiç Gurakuqi dhe Shkollës Mesme e Ulqinit, dhe shpresoj që të shërbejnë shumë studentave tonë, nxënësve të Shkollës Mesme e Ulqinit, gjithashtu dhe stafeve tona pedagogjike, e veçanërisht mësimdhënësve të artit në këto dy institucione. Drejtoresha e Shkollës së Mesme në Ulqin, Ardita Kovaçi, falendroi për mundësinë që u dha nxënësve për të shfaqur talentin e tyre në një hapësirë akademike. Ne siç e shihni kemi prezantuar rreth 35 punime artistike të nxënësve tanë. Ne kemi klubin e talenteve të rinj nga fusha e artit, të cilët punojnë dhe janë mjaft të talentuar dhe ne sot kanë rastin që punimet e tyre ti prezantojnë këtu. Besoj se ky është hapi i parë, po jo i fundit, e bashkëpunimit me Universitetin Luiç Gurakuqi, me të cilin, siç e thash edhe më herët, na lidhin vitet e tëra bashkëpunimi. Pas ekspozitës u mbajt edhe një koncert nga kori i shkollës, i cili i dha një atmosferë të ngrohtë për të pranishmit. Ky aktivitet bëri bashkë mësues, nxënës, përfaqësues të universitetit, si dhe qytetarë të cilët ndjekin artin dhe kulturën rinore.